Inspektori i përgjithshëm Dashnor Sula së bashku me një ekip nga Inspektoriati i Përgjithshëm organizoi para ditën e sotme një takim me trupat e 6 inspektoriateve rajonale të qarku Durrës. Trajnimi në qytetin bregdetar është i 4 i këtij lloji, pas 3 ndalesave të mëparshme në 3 qarqe të tjera të vendit. Gjatë fjalës së tij, Sula u ndal tek rëndësia që ka qarku i Durrësit, sidomos gjatë muajve të verës, kur popullsia e tij 3-4 fishohet për shkak të flukseve turistike. Për këtë arsye, inspektori i përgjithshëm kërkoi nga të gjithë inspektorët kryerjen në mënyrë rigoroze të detyrës gjatë kontrolleve, pasi ata janë pasqyra e qeverisjes Rama në terren. Unë mendoj që nuk mund t'i bësh gjitha, edhe politikan, edhe inspektor, edhe kryeinspektor, edhe gangster, edhe hajdut dhe imoral. Jo, o përmbush detyrën ose shko privat bëj punëtar, i lirë atë, qytetar i lirë, në privat në subjekte të kallit, botë sektor bëj çatush. Është edhe i lirë jote. Por këtu ne jemi fytyra do të thotë e përditshmërisë e qeverisë. Dhe kam thënë edhe përsëri prapë, kryeministri Rama apo qeveria nuk i kontrollon njerin. Ai më kontrollon mua bashkë me qeverinë, unë poshtë deri inspektori punit. Por ama kryeministri, qeveria kontrollon herë ka 10 vjet. Pikërisht nga qytetar, pikërisht nga votë qytetarëve. Gjatë fjalës së tij, inspektori Sula deklaroi se koha e inspektorëve që shkojnë tek subjektet private dhe kërkojnë kafe për shefin duhet të marrë fund. Nga Durrësi ai njoftoi se pas pak ditësh, më saktësisht më 11 qershor, do të hapet platforma sinjalizuese sigurt.gov.al dhe linja e gjelbërt, ku të gjithë qytetarët do të mund të denoncojnë në mënyrë anonime shkeljet dhe abuzimet që ata konstatojnë nga subjektet private. Kam derën ta them këtu në Durrës që me datën 11 qershor pikërisht do të hapet një platformë informuese, sinjalizuese, sigurt.gov.al dhe linja e gjelbërt e të njoftimit me anë të telefonit që çdo qytetar shqiptar që ka mundësi që ku shikon, ku vëren abuzim, ku vëren shkelje të ligjit, apo ku vëren që ka nga subjektet të cilët janë të papërgjeshme, dhe janë përfitues dhe abuzues ndaj të turistëve apo ndaj çdo kushuesi në rrugë Shqipërisë, do të luteshem që të bënin, të informonin, do të luteshem që të sinjalizonin, sepse ne nuk mendojmë dhe nuk mendojmë që do të jetë vetëm syri një inspektori i cili apo i trupit inspektuesi që mund të kontrollojë gjithçka. Në takim ishin të pranishëm inspektor nga Agjencia Kombëtare e Ushqimit, Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor, Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit, Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura, Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Pimëve, Agjencia Kombëtare e Arsimit Parauniversitar, si dhe krerët e këtyre institucioneve.